Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy ekonomitë më të mëdha botërore, njoftuan të hënën një sër masash për modifikimin e tarifave me synim lehtësimin e tensioneve tregtare midis tyre pas vendosjes së tarifave nga administrata amerikane. Në deklaratën dypalshe të nivelit të lartë që u zhvillua në Gjenevë të Zvicrës në fundjavë, theksohet heqja, rregullimi dhe pezullimi i tarifave amerikane dhe kundërmasave jo tarifore kineze. Kjo do të mundsoj edhe krijimin e një mekanizmi dypalësh që do të vijojë diskutimet rreth marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare. Megjithatë, ka një ndikim mjaft pozitiv menjëherë pas daljes së kësaj deklarate në të gjitha tregjet e bursave, por edhe sigurisht edhe në ato të Azi Paqësorit. Unë sot kam ftuar në studio për të diskutuar pikërisht për këto bisedime, për këtë deklaratë dhe për këtë marrëveshje të rëndësishme, analistin, ekspertin e ekonomisë dhe gazetarin e njohur Bardhi Sejdarasi. Bardhi, faleminderit që do të jemi së bashku përsëri për tarifat. Faleminderit të ftesë. Kemi bërë bisedën tonë për menjëherë pas vendosjes së tarifave, ishin tarifa vërtet shqetësuese këto, nga ekonomia e parë botërore ndaj ekonomisë së dytë që arritën deri në 145%, pastaj kemi kundërmasat kineze për mallrat amerikane, për eksportet, për importet, dhe në fundjavë kemi dhe takimin që u zhvillua në Gjenevë të Zvicrës me përfaqësues të lartë të dy palëve për çështjet e tregtisë, është zëvendës kryeministri kinez He Lifeng dhe nga ana tjetër sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent, si dhe përfaqësuesi amerikan i tregtisë Jamieson Greer. Dhe sigurisht ky ishte një takim në fakt me kërkesë të palës amerikane që shënon një hap të rëndësishëm në lehtësimin e tensioneve tregtare midis dy ekonomive, dhe kjo është parë menjëherë me reagimin e bursave. Sa mendoni ju se do të ndikojë pikërisht kjo deklaratë, kjo marrëveshje që u realizua mes këtyre dy palëve që dukeshin mbas datës 2 prill të vendosjes tarifave, sikur gjendja ishte vërtet shumë e vështirë, edhe ja pra që gjendja nuk pas ka qenë aq e vështirë, dhe sigurisht që kemi të bëjmë tani edhe me një marrëveshje dhe një mekanizëm që do të rregullojë këto marrëveshje. Si e shikoni në thellimin e bashkëpunimit dhe në shmangjen e këtyre përplasjeve? Lejo të falenderoj që në VMC e ndjek si temë, sepse ngjarjet e kësaj natyre duhet të ndiqen në VMC, pra duhet mos mbeten të patrajtuara. Së dyti është një nga marrëveshjet që ka tërhequr vëmendje të jashtëzakonshme të gjitha institucioneve ndërkombëtare, përfshirë institucionet që merren me studimin e ekonomisë së dy ekonomive më të mëdha të botës, po përfshirë gjithashtu dhe studiues të cilët kanë ndihmuar pas hapi pikërisht elementin jo thjesht të vendosjes tarifave, po të një embargoje. Bëhet fjalë për një embargo tregtare midis të dy shteteve, janë dy shtetet më të mëdha në botë, vendosja e tarifave doganore, të cilave krijoi një ngërsh të jashtëzakonshëm për ekonomitë të dy vendeve. Unë i referoj gjithmonë shprehjes së njohur të presidentit kinez, i cili thotë nuk ka të fituar nga vendosja e tarifave. Asnjë ekonomi nuk ka fituar. Fakti që më në fund, mbas kaq kohësh, ekonomitë e kishin deklaruar dhe realizuan një marrëveshje apo një takim që të qetësonin pikërisht tregjet, bëhet fjalë tani për një ndryshim shumë të madh në tregun ndërkombëtar të shkëmbimeve tregtare, pra, ku të dëmtuar janë jo vetëm fabrikat dhe punëtorët kinezë, por gjithashtu dhe konsumatori amerikanë, i cili duhet të përballonte çmime shumë të larta të produkteve dhe shërbimeve që vinin pikërisht nga Kina. Gjë që i ka bërë të dy shtetet dhe i ka bërë ekspertët e dy shteteve. Ju përmendët zëvendës kryetarin e Këshillit të Shtetit të Kinës, i cili për hir të së vërtetës në mediat ndërkombëtare quhet dhe cari i ekonomisë së Kinës për shkak të personalitetit që ka. Po dhe dy zëvendës ministra shumë të nderuar të qeverisë kineze. Po ashtu edhe Scott Bessent që quhen Trumpi, njeriu që ka zgjedhur si sekretar të thesarit. Pra, personalitete në fushat e njëjta u ulën në tavolinë me qëllimin e vetëm që të eliminonin pikërisht këto barriera. Ju përmendët tarifën prej 145%, po nëse i hyn ekonomisë dhe shikon mallat dhe produktet veçanta që shkëmbehen midis të dy vendeve, tarifa akumulative shkon në 245% për mallat dhe produktet të veçanta të Republikës të Kinës apo dhe qoftë dhe të Shtetit Bashkuara, të cilat kalojnë nga njëri shtet në tjetrin dhe dëmtojnë shumë bizneset e dy vendeve. Fakti që marrëveshja pati një jonë të jashtëzakonshme dhe çdo kush priste në krimin e saj dhe njohen me të, ai tashmë është bërë publike, tregon që tashmë do të kemi një qetësim të tregjeve. Qetësimin e tregjeve ju me të drejtë përmendet, fillonte me bursat. Unë do të vazhdoj edhe me kursin e këmbimit të dollarit, sepse vetëm brenda ditës së hënë
pati një përmirësim të ndjeshëm për sa i përket kurset të këmbimit të monedës amerikane, po gjithashtu fakti që u caktuan dhe 90 ditë të tjera dhe u lehtësua tarifa. Ne do të flasim dhe për këtë Bardi, por për ta plotësuar nga informacionet që sapo kam nxjerr tani, tregu i aksioneve në Shtetet e Bashkuara dhe Azi Paqësor ka reaguar pozitivisht menjëherë pas deklaratës dhe të hënën indeksi industrial Dow Jones, indeksi Standard & Poor 500 dhe indeksi përbër Nasdaq u hapën me rritje 1.57%, 2.60% dhe 4.16%. Tregu i aksioneve në Kinë, Japoni, Kore e Jugut, Australi, Zelandë e Re dhe në rajonin e posaçëm administrativ të Hong Kongut të Kinës ka shënuar rritje në të njëjtën kohë. Dhe tani për të njohur edhe ata që na ndjekin në mënyrë më të thjeshtë dhe më konkrete me këtë deklaratë, sigurisht tham pjesën se si do të pritet. Në fakt dhe ne të dy, kështu e kemi mbyllur intervistën e kaluar të tarifave që me siguri do të gjendet një gjuhë e përbashkët për këtë çështje dhe nga ana tjetër kemi këtë periudhën fillestare 90 ditore SBA-kin, ku sipas deklaratës palët janë zotëruar të heqin 91% të tarifave të ndërsjella, por dhe do të rregullojnë dhe pezullojnë tarifa të vendosura bazuar në urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump në 2 prill. Si dhe kundërmasat jo tarifore që ndërmori pala kineze. Si e shikoni këtë proces? Do me thënë i bie 3 muaj në ndjeti. Bëhet fjalë për, siç e kam përmendur dhe në bisedën e parë, për një deficit të njohur tregtar që shkon 1.3 trilion dollar, që është deficiti i Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kina. Bëhet fjalë për një tregti vjetore që shkon afërsisht 600 miliard dollar. Pra, shtetet janë të detyruara që ta ajustojnë pikërisht këto shifra. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkuan që të vendosin tarifa doganore, pra këto tarifat që thash, barriera doganore me shumicën e shteteve të botës, e bën pikërisht për të ulur deficitin buxhetar. Dhe në marrëveshje në këtë drejtim shkon. Fakti që për 90 ditë, sikundër ndodh me të gjitha tarifat e tjera të vendosura me shtetet e tjera, u vendos kjo qetësia, kjo pauza. Dhe madje fakti tjetër që në këtë marrëveshje përcaktohet një ulje e ndjeshme, jo vetëm thjesht me 24% që u shtuan në periudhat respektive të dy shteteve, por me këtë vendosjen që thoni ju të 90% edhe, por 90 ditë, do të kemi një tarif 30% për mallat kineze dhe 10% për mallat amerikane, do të thotë që tregu lehtësohet në mënyrë të ndjeshme, do me thënë se, dhe kjo bën që edhe investitorët e dy vendeve ta ndjejnë pikërisht këtë element që vjen nga politika tregtare. Ju do të shikoni që do të vazhdoj të ketë një ritëm të lartë të shkëmbimeve tregtare me 22 vendeve, dhe madje mbas marrëveshjes që tashmë është bërë efektive, siç është marrëveshja me Britaninë e Madhe, që Shtetet Bashkuara e nënshkruan, edhe kjo marrëveshje që fillon në 14 maj dhe do të vazhdoj gjatë gjithë kohës për 90 ditë, me siguri që do ketë hapat të tjerë të ndërmjetëm, dhe hapat e tjera përcaktuar në marrëveshje, kur thuhet që përfaqësuesit e dy shteteve do të takohen në shtetet respektive edhe ose në një shtet afrikanës, pra në Gjenevë, vetëm për të ajustuar pikërisht element që lidhen me marrëveshjen tregtare. Të dyja shtetet pa përjashtim kanë interes që të kenë mundësi që të ajustojnë tarifat doganore të dy vendeve në mbështetje të biznesit të tyre, në mbështetje të prodhimeve të tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Kinës që të pranojë investitorët tuaj me investime të cilat kanë interes. Kina ndërkohë i kërkon Shtetet Bashkuara që më thoni cilat produkte doni ju që të eksportojnë në Shtetet Bashkuara për tarifat respektive, për të cilat nuk duhet të dëmtohen bizneset e dy vendeve. Unë përmenda që në fillim të bisedës një lloj embargoje. Tarifat e vendosura krijuan tërësisht një embargo. Sot ne që flasim, Kina është duke zhvilluar një takim të rëndësishëm me vendet e Amerikës Latine dhe vendet tjera me të cilat pikërisht ato element që dalin nga kjo dukuri e vendosjes tarifave do të shkarkohen siç ka ndodhur edhe në vendet e tjera ku shtetet caktuara, Kina në këtë rast, është detyruar që të negociojë qoftë në Bashkimin Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian, qoftë në vendet e Azisë, qoftë në vendet tjera, me qëllim që të barazojë pikërisht të defekt që vjen si rezultat i importit, i barierave apo i ndryshimeve që vijnë nga taksa doganore. Kështu që në përgjithësi, shtete që kanë potencial, siç është shteti numër 2 në botë për sa i përket ekonomisë Kina, e krijojnë dhe i gjejnë mundësinë që të vazhdojnë prodhimin vendas, të kenë strukturën e njohur të produkteve të tyre, të kenë gjithashtu dhe aftësinë që të tjetërsojnë në një moment të caktuar edhe të biografinë po tani të produkteve dhe shërbimeve që ato ofrojnë për vendet treta, siç janë eksportet. Dhe në ndjenjën time nuk është se ka humbje të mëdha për sa i përket. Kina u përgjigj në mënyrë
korrekte dhe të menjëhershme pikërisht tarifat vendosur nga Shtetet e Bashkuara, që ishin arbitrare sepse të tilla i quajtën, tarifat të pastudiuara dhe të njëanshme. Kështu vendosen për gjitha shtetet, kështu vendosen dhe për Kinën, por përgjigjja ishte e tillë që për të mos dëmtuar ekonominë vendase, për të mos dëmtuar bizneset vendase, manufakturat vendase, u gjetën rrugë dhe mundësi tjera me qëllim që të zbutej pikërisht ky element i kësaj embargo që e quajton tregtar. Do të vijojë të jetë kështu, dhe unë gjykoj që personalitetet që kanë qenë pjesë e diskutimeve, qofshin të palës kineze, qofshin të palës amerikane, janë duke i gjetur rrugët e mundshme. Madje, po të vini re edhe presidentin amerikan që e quajti konstruktive bisedën dhe të frutshme, dhe deklaratat edhe deklaratën qoftë të zënësit të tregtisë të Ministrisë së Tregtisë Jashtme, të gjithë përmendën faktin që nuk ishin kaq të vështira negociatat. Edhe CNN-i në fakt ka patur artikullin e vet dhe i është deklaruar, domethënë duke i referuar deklaratë. Me sa duket përplasja apo kontradiktat apo mosmarrveshjet nuk kanë qenë kaq të mëdha sa që dukeshin në momentin e shpalljes së tarifave, reagimit të menjëhershëm të Kinës, do me thënë ajo ishte një lëvizje e parë, deklarimi dhe u pa në planin politik, por duke hyrë më thellë, hapi rrugën unë gjykoj që ka hapur më shumë rrugën e bashkëpunimit. Po të nisën nga deklarimi që bën në rritjen e vet social presidenti e Shtetit e Bashkuara, që thotë që Scott Bisi kam lënë të drejtën për të vendosur tarifën, dhe ai ka quajtur 80%, një tarifë që ishte 145, po kumulativja që shkonte 245%, do të thotë që është gjetur një rrugë tashmë që të dy palët të qetësojnë tregtimin ndërkombëtar midis tyre dhe të afrojnë tarifat të cilat janë të përballueshme. Presidenti amerikan thotë 80% që i takon ministrit Tesarit apo sekretarit Tesarit, siç e quajnë ata. Po e njëjta gjë ka ndodhur edhe me zëvendës kryetarin e Këshillit të Shtetit të Republikës së Kinës, të cilët thonë në të gjitha rastet që ne do të jemi në tavolinë me palën kineze, me negociatorët kinezë, për të vendosur barazinë e tregtimit të dy vendeve. Kjo është arsyeja pra që negociatat, edhe pse konsideroheshin paraprakisht nga gjithë analistët si shumë të vështira dhe që nuk do të kishte marrëveshje, në fund fare arritën një marrëveshje e cila në të gjitha fazat e saj do të ketë nevojë tani që të ndiqet në mënyrë kurioztare edhe nga ne si analistë, po nga ekspertët e njohur të ekonomisë, për të parë që do të ketë një gjatësim të tregjeve, do të ketë një tregti të pranueshme dhe fakti që për 90 ditë ne do të vazhdojmë të kemi të tilla marrëveshje, do të thotë që ka më në fund edhe një dritë. Një reagim që më ka bërë përshtypje dhe doja ta përfshinim në këtë dialog Bardhi është edhe sigurisht dhe deklarata e drejtoreshës përgjithshme të organizatës botërore të tregtisë zonjës Ngozi Okonjo Iweala, e cila ka shprehur mjaft pozitive, kështu i ka cilësuar edhe këto bisedime dhe marrëveshjen dhe ndër të tjera ka publikuar dhe një deklaratë ku thuhet se bisedimet shënuan një hap të rëndësishëm duke shtuar se në situatën globale një përparim i tillë ka rëndësi jo vetëm për Shtetet e Bashkuara dhe Kinën, por dhe për pjesën tjetër të botës duke përfshirë ekonomitë më të cënuara. Arsyeja është e thjeshtë, sepse në rastin e vendosjes arbitrare të tarifave shkelen disa nga problemet bazë të organizatës botërore të tregtisë. Dhe vetë organizata botërore nuk mund të jetë dakord me vendosjen e tarifave arbitrare. Edhe Kina ju drejtua menjëherë organizatë. Kina është drejtuar disa herë, Kina vazhdon të keq një gjyq për sa i përket edhe me Bashkimin Evropian, për sa i përket tarifave të makinave elektrike shumë radhë. Pra kërkohet që të vendosen ato standarde të cilat janë miratuar në mënyrë të përbashkët kolektive midis të shteteve që janë anëtarë të organizatës botërore. Edhe Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë anëtarë të organizatës botërore të tregtisë, dhe sigurisht institucioni ka interes që të gjithë elementet apo të gjitha ato parime që ka një organizatë të tillë, siç është OBT-ja, të respektohen nga të gjitha shtetet, pavarësisht nga madhësia e tyre dhe pavarësisht nga shkëmbimeve tregtare midis tyre. Kjo është arsyeja që është vlerësuar deklarata, kjo është arsyeja që është vlerësuar marrëveshja, dhe kjo është arsyeja që të gjitha shtetet përfitojnë nga kjo marrëveshje. Nuk përfitojnë vetëm dy shtete, sepse janë zinxhir të gjitha bashkëpunime. Lidhur është një network i lidhur dhe çdo barierë vendosur në një vend sigurisht që shfaqet në një vend tjetër. Nëse u përmenda pak më parë që vendosja e barierëve me dy shteteve ka krijuar një gjeografi tjetër të shkëmbimeve tregtare midis Shtetit të Bashkimit Evropian, Azisë e kështu me radhë, që do të thotë pikërisht që ka ndryshuar fizionomia e të bërit tregti me shtetet e ndryshme, gjë që krijon prapë probleme që lidhen me nevojën që kanë ekonomitë të dy vendeve tashmë, dy ekonomive më të mëdha të botës për mallrat dhe produktet e njëri tjetrit. Dhe fakti që një marrëveshje e tillë u cilësua mjaft më lehtë se sa ishte menduar paraprakisht, që unë shkrua madje edhe që doli brenda 2 ditësh, në rast të veçantë, në një kohë rekord,
do të thotë që shtetet në të cilat janë vendosur këto tarifa kanë interese më të mëdha se sa tarifat vetë. Dhe në fakt për ta përmbyllur, nëse prilli ishte një muaj që në fakt për të gjithë politikbërësit, por në të njëjtën kohë për ekonomitë, gjeoekonominë, gjeopolitikën, pati disa momente vërtet konfliktuale dhe që opinioni publik po i ndiqte me shumë shqetësim, me sa duket bardhi maj është edhe muaj i marrëveshjeve dhe i rënies dakord, i mirëkuptimit, dhe le të shpresojmë që kjo do të ndodh edhe me të tjera takime që po zhvillohen gjatë kësaj jave në fushën e konflikteve të armatosura të gjeopolitikës. Në fakt, në takimin e përbashkët, ne përmendëm vetëm pjesën që lidhet me tregtinë dhe me marrëveshjet tregtare, por aty është diskutuar dhe për luftën Rusi-Ukrainë, dhe për ngjarjet e tjera që ndodhin në botë, dhe për ngjarjet e fundit që lidhen me Indinë dhe Pakistanin, po gjithashtu dhe me të gjitha ngjarjet për të cilat shtetet kanë një lloj përgjegjësie. Janë shtete të mëdha, janë shtete që kanë potencial të jashtëzakonshëm, qoftë Kina, qoftë Shtetet Bashkuara, dhe janë të detyruara që të kenë pikërisht atë rol që takon si shtete të fuqishme. Po ju përmendët majë dhe përmendët disa marrëveshje. Ne kemi marrëveshjen me Britaninë, ne jemi në prag të marrëveshjes me Zvicrën, ne kemi marrëveshjen me Kinën. Janë një sër marrëveshjes të tjera të cilat kanë një hapësirë 90 ditore, dhe kjo është arsyeja që ka pauzë 90 ditore nga Shtetet Bashkuara, me qëllim që të arrihet një konsensus për vendosur tarifa reciprokisht të pranueshme nga shtetet palë të këtyre marrëveshjeve. Dhe le të themi si një përmbyllje që siç kemi ne shqiptarët një fjalë të urtë popullore, uji po nuk u turbullua, nuk qartësohet, me sa duket edhe sigurisht që e kanë, sepse jemi të gjithë qytetarë të një bote. Unë bardhi të falenderoj për të gjitha opinionet që ndam së bashku. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot. Ne ju referuam marrëveshjes dhe deklaratës së përbashkët midis dy ekonomive të mëdha botërore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, për sa i përket heqjes, rregullimit dhe modifikimit të tarifave dhe kundër masave jo tarifore të Kinës për tregtinë dhe shkëmbimet. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.